Në 7 vjetorin e hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës nuk është organizuar asnjë lloj aktiviteti festiv. Njohësit e Kushtetutës thonë se kjo ka ndodhur me qëllim sepse realisht nuk ka asnjë arsye për festë. Në 7 vjetorin e saj, Kushtetuta shkelur e harruar edhe nga vetë institucionet e vendit. Njëri prej hartuesve të 2 kushtetutave të Kosovës, Riza Smakaj, ka thënë se Kushtetuta jo shpesh është shkelur nga institucionet më të larta të vendit, duke filluar nga presidenca. Pikrisht institucionet, edhe përja filloj nga presidentja, nga kryeministri me qeverin, nga kuvendi, dikush e qunë nga bimisht parlament, se ashtu quhet kuvendi apo jo, me pastaj vinë ministrit, janë ato që do duaj ta përfillnin me devotshmëri Kushtetutën. Edhe po t'ishte kësisojt, vendi ynë do t'ishte shtet gati i së drejtës, që nuk është asisojt, ka raste kur nga presidentja, qeveria, pikrisht kuvendi, mos flas për ministrit e caktuara, që nuk e kanë përfill Kushtetutën, edhe nuk e përfillin Kushtetutën. Duke folur për ndryshimet që do ishin të nevojshme në Kushtetutën aktuale, Smakaj ka përmendur edhe mënyrën e zgjedhjes së presidentit, e cila sipas tij do duhej bërë direkt nga populli. Unë personalisht mendoj se besoj që botkuptimi dominon që presidentja e Kosovës do duhet të zgjedhej nga populli. Ja pse, jem vend i vogël, 10.000 km2, afër 2 milion banor, prej këtujt e shefjen e Gjakon që ka e thuhet një fjale, edhe presidentja që do të zgjedhej nga populli, do të ishte për një gradacion me e pavarur nga partitë politike. Kushtetutë thotë, partia politike më e madhe në kuvend, ose koalicioni politik më i madh në kuvend. E nuk thotë nga zgjedhjet, po në kuvend. Po do duhet të plotësohet, të precizohet, detajisht që mos lehen pozon dilema. Smakaj ka deklaruar se është e dhimbshme që formimi i gjykatës speciale po vije si pasojë e dështimit të institucioneve vendore, përfshirë këtu dhe ngecjet në Kushtetutë.